Të jesh prind është një nga ndjenjat më të bukura në botë, por fillimi i këtij rrugtimi shpesh sjell vështirësi, pasiguri dhe shumë pyetje për prindërit e rinj. Për t'u dalë ndihmë prindërve të rinj në këtë fazë të rëndësishme të jetës, sot në Qendrën e Mjekësisë Familjare u lansua programi Në grup për prindërim të hershëm, një program i Ministrisë së Shëndetësisë i mbështetur nga UNICEF. Jemi shumë të lumtur që si UNICEF jemi pjesë e lancimit të programit Kujdesi në grup për prindërim. Ky program që udhëheqet nga Ministria e Shëndetësisë dhe mbështetet nga UNICEF-i. Jemi këtu në Gjakov ku infermierët e këtij programi do t'i ndihmojnë prindërve në rrugtimin e tyre, sidomos në vitet e fëmirisë së hershme. Për të kuptuar më mirë se çfarë përmban ky program, na flet koordinatorja e programit në komunën tonë. Sot është lançu programi i klasës për nëna, do të thonë një klasë ku nënat vinë marrin sesione në forma të ndryshme për rritjen dhe zhvillimin e fëmijëve, për një mirëqenie sa më të shëndosh, do të thonë për të gjitha nënat të reja, ku mund të adresohen shumë lehtë, kenë qasjen shumë më lehtë në mënyrë që të kenë rritjen dhe zhvillimin e fëmijës sa më të shëndetshëm. Do të vazhdojnë në vazhdimsi, do të thonë kemi filluar me grupe të ndana, do të thonë secili grup i merr 7 sesione në vazhdimsi, në mënyrë që me pa secili rritjen dhe zhvillimin në format e muajve që i përkasin. Do të thonë në bazë domeneve, në bazë të moshave që i përkasin, grup moshave, së bashku me nënat e përcjellim rritjen dhe zhvillimin e fëmisë. Se sa ndihmuese janë këto sesione dhe çfarë rëndësie kanë për prindërit e rinj, na tregon një nënë që ishte e pranishme në aktivitetin e sotëm. Për mua si nënë ka qenë ekstrem shumë ndihmues. Me ndihmën e Adelinës, do më thonë që ka qenë me vizitën në shtëpi, mu më ka ndihmu shumë, sidomos për gjithanje, se unë si nënë e re, për një pak kohë caktuar jam kënd tu kalu në ushqyrjen me qumësht fërmul, tu mendu që unë nuk kam qumësht mjaftueshëm nga mosdija e gjithanjes. Do më thonë, Adelina më ka ndihmu shumë edhe unë, do më thonë, sot fëmija im rritet me gjithanje, me qumësht të shëndosh e të mirë. Programet të tilla janë shumë të rëndësishme pasi u ofrojnë prindërve të rinj njohuri, mbështetjen dhe sigurinë e nevojshme për të rritur fëmijë të shëndetshëm dhe të lumtur.